politike në Kosovë, po të kishte logjik politike, sigurisht që opozita e ka një shans historik për ta votu kandidatin e Albin Kurtit, Glaukun Jufçen, për arsye se të gjithë e dim që në muajin e mars do të shkojmë përsëri në zgjedhje. Për arsye se nuk kemi votat e presidentit dhe kjo mban me dyshu që mbase ka mundësi që opozita nuk do ta votojë Glaukun Jufçen dhe ne do presim muajin mars për të shkuar në zgjedhje nacionale. Pse po e them këtë? Se si datë e zgjedhjeve tani për tani, po flitet data 28 dhjetor. Gjë që është për mu shumë absurde të kemi zgjedhje për vitin e ri. Do ishte tepër absurde. Po, okej, në qoftë se ne do kemi zgjedhje, shpallën zgjedhjet me 28 dhjetor, atëre vetëm edhe 2 muaj na ndajnë nga zgjedhjet tjera të reja. Kështu që unë në mënyrë absolute besoj që nuk do të kemi qeveri dhe besoj fuqishëm që Glaukun Jufça nuk do të kaloj si kryeministër. Se thash, ka natë të mëdhaja, ka kërkesa të mëdhaja. Ju e dini, Esmeralda, që pjesa dërmuese e atyre që merren me politikë në Tiranë edhe në Prishtinë nuk kanë ndonjë profesion tjetër. Dhe prandaj kërkesat janë gjithmonë maksimale. A ke menduar ndonjëherë se sikur 90% të deputetëve në Shqipëri e në Kosovë mos të kenë një vend punën ku vend, çfarë do bënin këta njerëz jashtë politikës? Unë nuk e di çfarë do bënin, se s'kanë profesione, madje pjesa dërmuese janë ose me një të kaluar tepër të errët në jetën e tyre, ose janë analfabet potencial si që qunë Albin Kurti, njerëz të cilët në jetën e tyre s'kanë lexuar as 5 libra. Mirë, duket se... Mbase ty duket mirë, po nuk është as pak mirë të kesh deputet analfabet të cilët kur nuk diskutojnë. Kënë dëgjuar ndonjë deputet në kuvendin e Shqipërisë që dalë në fojtore e të flasë fuqishëm pse Tirana, pse qytetet e Shqipërisë, pse fshatrat e Shqipërisë nuk kanë qerdhe, pse fëmijët tonë rriten nëpër rrugë. A kënë dëgjuar ndonjë deputet në jetën tonë në Shqipëri e në Kosovë që del dhe flet kundër shkatërimit natyres, kundër degradimit total të qyteteve, të lumejve. Lumejt janë pis gjithandej, detrat, ujrat e zeza zbrazën në për det, në për liçenet edhe lumejt e Shqipërisë, dhe kjo nuk ju len fare për shtypje. Tani vetë Theo Milaim që ata janë për një vend pune, shohin kështu si punë 8-4 edhe marrin atë rrogën 4 vjet, kanë edhe ca benefite më mbrapa dhe kaq mbaron. Unë nuk pres gjë tjetër nga ata, kështu që prandaj tash mirë. Por në fund të ditës çdo popull meriton parlamentin dhe qeverinë që ka. Kështu që vetë i votuan, vetë duhet i mbajmë në kurrizin ton. Po. Që nuk është se do të... Ti do më thonë të e mirë ajo që unë e thash. Po, sigurisht isha plotësisht dakord, por ka edhe një problem. Ata me mend që refuzojnë të merren me politikë, do të detyrojnë pastaj të shohin ata tjerë që shkojnë atje. Është edhe ky problem tjetër. Mendon se do të konsumoj 15 ditëshin Glaukun Jufça, se ka 15 ditë në dispozicion për të kërkuar mbledhjen e parlamentit, për të votuar? Ka një teori që po qarkullon në Kosovë, që askush s'besoj që e ka thonë publikisht, ku thuhet që mbas 15 ditësh presidentja e vendit mund t'jap dorëheqje nga posti edhe të shpallën zgjedhjet
dhe më thonë nacionale, dhe kjo t'i bashkohet ekipës të Albin Kurtit, me idenë që të marrin sa ma shumë deputet për të siguru vota edhe për qeveri, por edhe për presidentin. Sa e mundur është ajo, sepse ata kur nuk i siguruan 5 vjetë më parë, duheshin dhe ca vota që i morën nga LDK-ja për presidentin, si mund t'i sigurojnë tani? Unë jam shumë i bindur që Albin Kurti asnjëherë më në jetën e tij politike nuk do të arrijë që ta udhëheqë Kosovën, pasi që edhe njerëzit më besnik të Albin Kurtit janë totalisht të zhgënjur në dy gjëra, në varfrinë ekstreme që ky njeri i ka shkaktuar Kosovës dhe përçarjet e mëdhaja, konfrontimet e mëdhaja që i ka bërë me Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke mos harruar që jemi i vetmi vend në kontinentin evropian që jemi nën sankcione së bashku me Rusin dhe Bielorusin. Mos je aq i sigurt, Milejm, se Edi Rama nga zgjedhje në zgjedhje votohet më shumë. Mandatin e 4 ka marrë më shumë se në mandatin e parë. Për dallim, ke shumë të drejtë, por një diçka duhet kuptuar dhe duhet pranuar. Jemi një popull me dy mentalitete komplet ndryshe. Shqiptarët e Kosovës kanë jetuar